Një udhëtim ndryshe drejt zemrës së Dibrës. Bashk me klasën tonë, e nisëm këtë aventurë plot kuriozitet. Rabdishti, fshati që ruan shpirtin e së kaluarës, shtëpi prej guri, rrugica me histori. Kënga dibrane ngroh shpirtin. Kënga është pjesë e shpirtit të krahinës. Ne e përjetuam atë me emocion dhe gëzim. Së bashku kënduam këngë popullore dibrane. Na pritën me buzëqeshje dhe tregime interesante. Tradita jeton në çdo cep të këtij vendi. Një punë që kërkon përkushtim, një mulli që bluante kujtime, jo vetëm mije. Receta që kalon brez pas brezi. Tradita vazhdon me duar të arta. Sheqerparja, shija e ëmbël e Dibrës. Sekreti, zemra e nënës dibrane. Në Dibra Park, natyra flet vetë, çlodhje, freski dhe ajër i pastër. Ky udhëtim na mësoi shumë, për traditën, për natyrën dhe për njerëzit. Lixhat, dhurat nga natyra për trupin dhe shpirtin. Vallja është gjua e gëzimit. Bashk kënduam, bashk kërcyem. Dibra është më shumë se një vend, është ndjenjë. Udhëtimi më i bukur është ai që të bën të kuptosh më shumë për veten dhe vendin tënd. Ejani në Dibrën tonë, tokë historie, natyre dhe mikpritjeje. Dibra ju pret.